Tensionet në lindjen e mesme dhe i përplasja mes Iranit dhe Izraelit kanë rikthyer vëmendjen e botës dhe Kosova dhe Serbia. Presidenti i Amerikës Donald Trump ka thënë se ai do ta zgjidhë çështjen mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, konflikti mes dy vendeve ishte gati të shpërthente, por se të njëjtën gjë arriti ta ndalojë. Në këtë kontekst, ai ka thënë se dhe Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje në të njëjtën mënyrë si India me Pakistanin, duke ndaluar konfliktin e drejtpërdrejtë ushtarak, teksa rikujtoi se si në mandatin e tij të parë, Kosova dhe Serbia po shkonin drejt një lufte, por ajo u ndalua nga administrata e tij. Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje dhe do ta bëjnë një marrëveshje ashtu siç i bëra të bënte India dhe Pakistani, në atë rast duke përdorur tregëtinë me Shtetet e Bashkuara për të sjellë arsye, kohezion dhe mendje të shëndosh, në bisedime me dy udhëheqës të shkëlqyer, të cilët ishin në gjendje të merrnin shpejt një vendim dhe të ndalojnë. Gjithashtu gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova po e përballonin me forcë siç kanë bërë për shumë dekada, dhe ky ishte konflikti gjatë dhe gati të shpërthente në luftë. Unë e ndalova atë, ka thënë ndër të tjerash Donald Trump. Ish ambasadori dhe ish negociatori Avni Arifi thotë se Kosova ka vite që është para vendimeve të mëdha. Sipas tij, dikur ka qenë asocioni kompromis, ndërsa tani shihet antarësimi në Këshill të Evropës. Qëndrimet e presidentit Donald Trump ndaj ish-presidentit Biden e shosin një mospajtim me Bideni, i cili marrëveshjen e Washingtonit e kishte anashkaluar dhe ishte rifokusuar te dialogu i Bruskelit, i udhëhequr nga BE-ja. Kosova ka vite që është përpara vendimeve të mëdha, por të cilat nuk kanë ndodhur në mes të tjera si rezultat e mungesës së guximit dhe mungesës së kohezionit të brendshëm. Ata që ishin në të parë pothuajse akuzuan për tradhti, kurse këta që janë e që lënë njohjet por kishin premtuar bashkim kombëtar, veç e kanë dëmtuar Kosovën, ka thënë ndër të tjera Sharifi. Në anën tjetër, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që Beogradi t'i ushtrohet Rysnisë që të zbatojë marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritura më 2023-shin. Në pyetje se nëse mund të ketë shpejt një marrëveshje me Serbinë, pasi deklaratë të bërë një ditë më parë nga presidenti amerikan Donald Trump, lidhur me raportet mes Prishtinës dhe Beogradit, Kurti gjithashtu përsëriti qëndrimin se Kosova dhe Serbia veç e kanë arritur një marrëveshje për normalizim, që tha se po shkelet nga Beogradi teksa përsëriti kërkesat e Kosovës për këtë proces. Ndërsa analisti dhe njohësi çështjeve ndërkombëtare Eduard Gashi thotë se deklaratat e Donald Trump duhet të kuptohet në një kontekst shumë të gjerë. Sipas tij, deklarata mund të nënkuptojë dhe rikthimin e një qasje me transaksione dhe ulitare. Paralajmërimi i Donald Trumpit se do të rregullojë vendimet e marrëzgjishme të Joe Biden sa i përket çështjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të kuptohet brenda politikës së së brendshme amerikane. Ai ka pasoja direkte dhe indirekte për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, pozicionin ndërkombëtar të Kosovës dhe përparësitë strategjike të SBA-ve në raport me BE-n dhe fuqitë e tjera ndërkombëtare si Rusia dhe Kina. Në vijim paraqesi analistë të theduar politike dhe strategjike mbi këtë çështje. Sipas tij, Kosova gjendet në një fazë të re të presionit ndërkombëtar dhe rrezikon të përdoret si monedhë për të përfituar më shumë nga negociatat me Izraelin apo për të arritur ndikimin në Ballkanin. Po Kosova është në prag të vendimeve të mëdha dhe kompromiseve të rënda. Kosova ndodhet në një fazë të re të presionit ndërkombëtar, të ushtruar përmes dy mekanizmave: presionin nga BE-ja dhe SBA-ja për të zbatuar asocionin dhe për të përmbytur marrëveshjen e Ohrit, nëse Serbia nuk e ka zbatuar asgjë, dhe presionin diplomatik nga mosnjohjet. BE-ja nuk po jep liberalizim të plot, NATO nuk po integron dhe antarësimi në OKB mbetet i bllokuar, ka theksuar analisti.